Robert Sterka, ish finalist i edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania, ka dhënë së fundmi një intervistë. Në një moment gjatë bisedës, ai u pyet në lidhje me miqësitë që bëri brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, më konkretisht për këngëtarin e njohur Armir Shahini, i cili u shpreh se do të plas bombën. Rogerti tha se afrimi me Mirin ka qenë vetëm për ta larguar nga çmimi i madh për 100.000 euro dhe të fitoj Selim Bollati. Pjesë nga intervista. Brenda shtëpisë së Big Brother ke krijuar shumë miqësi të forta, pastaj i zhduke. Rogerti, më fal, miqësi apo armiqësi? Miqësi, Rogerti, respekte për komplimentin. Bëhet fjalë pikërisht për Mirin dhe Juelën, çfarë ndodh me ata? Rogerti, iku Bigu, na u nxe koha, nga 100 Mirin largova, arsyen e di Selinova, mos bëj ta plas bombën tani. Plase, Rogerti, kemi pas pak me të heq 100 euro Mirko. Po ti nuk e di, mere në telefon, kjo ishte bombë, ta ruajta vetëm ty. Do me thënë nuk vazhdojnë miqësit, armiqësit vazhdojnë. Rogerti, me pa në rrugë e shoh, po më foli i flas, po nuk më foli nuk i flas, po më ra i bi 2 fish, larg qoftë se nuk i bie kujt. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.